A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falënderojmë. Salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Allah na pranoft nderuar vëllezër këtë namaz xhumaje, këtë ditë të bekuar në këtë nxehtë të dunjas. Pejgamberit alayhi salatu wassalam munafikat ju kanë arsyetuar në betejën e Tebukut, në një prej betejave më të largëta që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 750 km ka ecë në kom, me deve në kom e kështu. Edhe disa munafik i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vallahi kish më ardhur po pak nxehtë. Kish më ardhur po pak nxehtë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam s'e shpajtu me këtë. Atër Allahu Gjeleshanu ka zbrit ajet kuranor, ka thonë kul naru jahannama ashaddu harra. Qaju selam që aty ne që përdojnë nëzet, thuju se zjarë i gjahanamin është maj nëzet. Andaj, sa njeri mundet marë më falë, sa njeri mundet me gjithë kohë për marë më falë, sa burri e gruja ka mundësi më falë, mas në ka mullë, mas në e këne, sa njerës qëtë me falë namazin e sabahit, me arsuetimin se pak herët e sëmë po qovë, së po mdel gjumi, kurse kur ti sheh në anën tjetër, unë një njeri që dhe thëtë, s'po muj më falë se po më në shpina. E në anën tjetër, kur vjen vakti, me banë në i vej për shamull më që me këcy ndarësen. Qenë si dreqi. Edhe pejgamberit kanë thonë sallallahu alaihi wasallam, nuk po mujna më arë se nëzet, hajtë se. Qa po dojmë me thonë me këtë? Po dojmë me thonë që kër vjen pyetje dini Allahut Azza wa Jall, ka thonë Zotin Kur'an, semi'na wa ata'na, dëgjuam dhe respektuam. Resulullah sallallahu alaihi wasallam betejën e, më thonë, disa prej betejëve të tij ka shkuar Xherushëm. Ka shkuar Xherushëm. Paramendojti në shkretin, pa klim, pa kjarë, pa hije, pa kurgjan, në luft të shku, qëfar ushime tjeshta dhe agjerushëm. Ky din, kjo fe, nuk ka nevoj për qyqana. Ky din nuk ka nevoj për si ta quj. Ka nevoj për azime. Azime dhe vanë vendosmërit plot. E bëj që ta dhe jam gjendje me dek. Ka njeri cili është pa qep prej magjive këty në sanëve, kur ti thu nga Kur'an, Allah s'po muj se si pjanisi me ngu po më dhenë që tu po më dhenë që atu. Banja vetës, unë ngoj Kur'an me ditë se mdel shpirti, ja unë e ja shejtani, njoni mu dërzu. S'ka. Edhe kur të ngojnë Kur'an aji edhe bën dekje, atëra i koftë larti s'ka që me bën dhe dëtërojt me dalë, më u largu, magjia më hek. Nuk, ndinin tonë nuk ka dhe po ma kona dhe s'po du, vëllaj, s'po muj, po du qysh me fitu sevapin si të najtë. E dini fjallën popullore, edhe sevap edhe qebap, nuk ka të dyjat. E vjan, nëzet, ngusht, mon, duran. Andaj, shtërngën e bura, shtërngën e frontën vlazni, mësu dërzani kërshi i badeteve, mësu këritni vlazni, mësu këritni. Sepse kjo jetë sa do që duket e gjatë është e shkurt. Për të gjitha punët nëse bosh pishman jetë, vetëm për ibadete s'ki mu bo pishman. S'ki mu bo pishman për ibadete. Do më thonë qka ke kry për izat Zotit, namazin, Ramazanin, ato këto sen, qka i ke bo për izat Zotit, s'ki mu bo pishman. Këthemi të tema jonë. Prandaj, kjo ishte vetëm një këshill. Allahu na forcoft këtë rrugë, ja Rabb. Jemi tek radhitja në librin tonë që e spjegojmë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranu hedijen, dhuratën, nuk e ka pranu sadakën. Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe familja e tij, mas vdekjes pejgamberit, familja e tij, domethënë Resulullah nuk ka lënë evlat përveç Fatimës, mas vetes, të martuar me Fatimin e ka lënë, edhe ajo i ka lënë 2 djem, Hasanin edhe Husejnin. Edhe ehli bejti janë familje Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi dhe ehli bejti e kanë të ndaluar me marrjen e sadakas. Resulullah sallallahu alaihi wasallam sari është pru sadak, nuk e ka marrë. Njëherë në shtëpi vetë ka pa një hurmë në tokë, edhe Hasani apo Husejni kanë qenë të vegjël, 4-5 vjeçare, ka marrë ka shtin gojë hurmën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar dhe ka kap këtu. Ka thonë nal heke. Edhe kanë nxerr, ka thonë
kam frikë thot mos është hurme sadakas. Mos më ia dhon nipit tam hurmën e sadakas. Salman Farisiu radhiyallahu anhu e ka lyp hakin islamin, e ka lyp, ka qenë persian, baba i tij ka qenë një prej atyne që kanë marrë zjarin dhez për 2000 vjet. Persianët e kanë marrë zjarin dhez se e kanë konsideruar Zot. Edhe nuk e kanë nal kur, se kanë thonë me bë me nal Zotin, bëhet kiameti, apo den zjarin. E baba i Salman Farisiut ka qenë një prej udhëhecave, një prej Paris kryesore. Ky s'është bind shumë me fenë e tyre pse ka ditë, çka ka bën ka dalë dhe ka shëtit në përbot duke e lyp të vërtetën. Saqë ka shku tek është taku me të krishterët e asoj kohe, ka gjetë prej tyne të mirë, ka gjetë këqi, domethënë ata udhëhecat, ata priftat asoj kohe. Njonin për shembull që e ka gjetë jo burr të mirë, i cili e ka mashtruar popullin, çka ka bën, ka mbledh domethënë sadaka prej njerëzve, kinse për dëvarfër ku e diçka, edhe i ka mush qypat me lira. Sa s'ka pas kërkan as grua as fëmijë, po ajo dashnia subhanallahu për pasoni e ka mashtru, edhe ka shku i ka varros 7 qypa me ari dhe argjend. E ka pas Selmani edhe o habit me ta. Derisa kur ka vdek, populli kanë menuar që është burr i mirë ky, edhe Selmani s'ka mujt pa thonë, ka thonë po çfarë burr i mirë, pa Zotin. Ky çështu ku e din ti, çka ku janë qypat aty nat po thonë nat oborin aty, edhe i ka gjetë edhe janë bind. Pastaj ka në vend tini pres tjetër, një udhëheqës prift tjetër i cili ka qenë shumë i sinqert. Njeri që s'ka dash dunjon. Edhe Selmani ka thonë unë jam të lyp të vërtetën. I ka thonë ky burr, thot në librat tona, në Injil, na lexojmë se është koha me ardh një pejgamber. Është koha me ardh një pejgamber, edhe ai ka më kanë në një qytet kështu i jep performancat, edhe i thot shko pritë se mundesh me mri, unë s'unë mri. Sonë jam plak edhe zbesoj që më mri. Edhe i tregon për Medinë. E le ky ata dhe niset për Medinë, por më fal, para se me asaj i kallzon ky prifti, i thot ai ka alamete, ka shenja. Një prej shenjave thot ai nuk e pranon sadakan. Shenja e dytë thot ai e pranon dhuratën, hedijen. Edhe shenja e tretë thot në shpinën e tij është vula e profecisë, i kallzon kështu. Ai niset pastaj për marr për Medinë, edhe takohet me një karavan aty, edhe udhëheci atij karavani ka qenë hebrej jahudi, edhe e nxen robran. E bën rob, e lidh edhe e detyron me punu në Medinë, domethënë e tradhton. E detyron me punu në Medinë me vite të tëra, por ky e priste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që prisin edhe jahudit në Medinë. Po jahudit mendonin që ka mukan prej fisit tyne, prej kabiles tyne. Prandaj te arabët nuk ka pas emrin Muhammed. Në Mekë ka pas vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me inspirim te baba i vet apo te gjyshive, te gjyshive dhe te nana vet, ka ardhur emri Muhammed. Përndryshe në përshkrimet, domethënë librat e historisë, emri Muhammed ka qenë i përhapur te hebrejt. Jahudit kanë pas shumë pse gjithsesi ka pretenduar më kon djali vet, mos po lind pejgamber. I vetmi që e ka prej sahabëve Muhammed emrin është Muhammed ibn Maslama. Muhammed ibn Maslama është Medin Ali, jo Mekas, po Medinas. Edhe ulemat kur kanë përmend pse ky emrin Muhammed, ku të arabët së konin njohur ky emër, kanë thonë për arsye se këta kanë jetuar në kojshillëk, kanë pas me jahudit në Medinë, edhe është baba i tij ka patë aty janë gjitë emrin Muhammed, e kanë gjitë edhe ky Muhammed. Përndryshe arabët se kanë pas njohur këtë emër. Do thonë Ahmed po, ama Muhammed jo. Ky ka jetuar pra Selman Farisiu në mesin e hebrejve të cilët për ditë kanë lexuar biografinë e ardhjes së pejgamberit. E kanë ditë, ka pas disa edhe hebrej, edhe të krishterë, priftat të ditur, të cilët njëri prej tyre ka qenë Herakliu. Herakliu që kur është takuar me Abu Sufjanin, i ka thonë Abu Sufjanit, me bo më konë mesin tonë që ky njeri, që ky pejgamber, unë ja kisha lë komët, ka qenë prisi, ka qenë domethënë aq i ditur Herakliu. Një ka qenë domethënë në Damask Herakliu, që i ka domethënë i ka përfaqësuar bizantint, edhe një ka qenë në Rom, dietar të cilët janë shok kur janë të vegjël, kanë mësuar të njëjtën medrese, të njëjtën shkollë, ai ka përfaqësuar Romakt, Bizant dhe Romakët, domethënë një perandori e ndamë në dy pjesë. Çështja e historisë.
Këta dy prifta kanë ditë saktësisht në bazë të alameteve të shajave që ka marrë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam në kohën e tyre. Edhe i kanë thënë letër njëri tjetrit që të dytë janë pajtimit në bazë të rrethonave të qiellit edhe të lajmeve të tjera edhe të përshkrimeve në Bibël apo në Injil në Tevrat që ka marrë në këtë zaman. Kur ka dalë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ata kanë marrë dini Ebu Sufjanin e ka marrë dhe ka pyet, edhe të gjitha përshkrimet që janë konë në Bibël apo në Injil i kanë dalë të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sa që kur kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vogël si fëmijë, në moshën 7-8 vjeçare, me gjyshin e vet, me axhën e vet, apo 12-13 vjeçare. Saktësisht, me axhën e vet ka shku për tregti. Udhëtimi i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jashtë Medinës, po them jashtë Mekës për tregti, për biznes, se pejgamberi ka qenë fillimisht ka qenë tregtar. Para se të jetë tregtar ka qenë bari i deleve. Ku ka thonë çdo pejgamber i ka rujt domethënë delet. Edhe unë thotë i kum rujt për pak parë, për centa. Për centa i kum rujt delet edhe thotë nuk ka luginë edhe kodrinë edhe fushë edhe livadh që thojmë na me pllom e di Mekën, i ka ditë gjitha rrugët e rrugicat edhe venet. Pastaj është bë tregtar. Kur e ka marrë axha i vet, ka shku në Sham. Subhanallah, deri atëherë të dashur vëllezër, lajmet e qiellit janë kanë të hapura. Lajmet e qiellit, Allah nuk ka vendosur pengesë me i mytë gjent me yje. Edhe kanë shku, e gjenët kanë shku në qiell, kanë marrë lajme. Mas është bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber që ka ardhur Kurani, që ka filluar me zbrit, qiellit i ka vënë perde. S'ka perde më. Prandaj e gjenët janë çudit çka ka ndodhur, kanë bënë mbledhje, Allah ka përmendur në Kur'an surën e Gjin. Surën e Gjinve. Çau bën thot në qiell. Kur i kanë marrë lajmet e gjent, kanë marrë lajme se është të lëviz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës të shku, edhe priftat janë kanë të kujdesshëm me prit këtë priftat të sinqert që kanë pas dinin e Isës alayhi salam para se me u deviju, sepse ka pas prej tyre që kanë monoteist kanë qenë. Pastaj është deviju duke u ndryshu. Njëri prej priftave e mbledh karavanin e Mekës që ka ardhur prej Mekës, edhe axhën e pejgamberit bashkë me ata burra që ka shku, thot kret me marrë. Vin aty të gjithë. Në një transmetim thuhet që se ka marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si fëmijë, ka lënë të devët me rujt karavanin, me një transmetim e ka marrë aty, edhe sillet ai i sheh të gjithë, edhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja shplan shpinën edhe ja sheh vulën e profecisë mes dy shpatullave. I thot Ebu Talibit, që ky fëmijë kujna është? Ai thot i jame. Kesh, ky prift e breheja, thot jas. Ky fëmijë nuk duhet me pas bab ky, gjallës, duhet me pas babën. Jetaj. Qa ki lidhje ti pi Shamit, pi Damaskit, dhe më thonë 1500 km, ku e din të kjo a ka baba s'ka? Thot ja. Ky fëmijë shkruan që ta pinton që ky lind jetim, ky rritet jetim. Thot qa puna ti? Thot ky është pejgamber. Kështu i kallzon jetë pa fjalë. Ky burr, axha i vet. I thot, ndëgja, sa kime nejt në Sham, thot, një muj me bo tregti me shit mallin që e kum pru, me ble mall tjetër që ka vynë për atje. Thot jo, këtë fëmijë mos e le këtu, se me bo me marr vesh. Ose domethënë udhëheqësia e hebrejve ose të krishterëve që si dojnë pejgambert, sepse ardhja e pejgamberëve ja u ka prish aty në matematikat. Çu që u ka prish? I ka bë domethënë, i ka shtit që për shembull me dhon zeqatin, mos me marr prej popullit, mos me mashtru popullin, etj. Këtu nëse u ka kanë se kanë bë standarde interesi. Edhe pastaj domethënë axha e vet e kthen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para vaktit. Selman Farisiu ka mësuar pi çtyne që pejgamberi nuk e merr sadakën, nuk e ha sadakën.
kurse e merr hedijen. Prandaj ka ofru pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sadak 2 herë. Pejgamberi se ka marrë ka dhënë shokëve të vet hurmat. Për tretë kur ka thonë hedije, e ka pranuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe ka shku ja ka kthyer vulën e profecisë mes 2 shpatullave, edhe në momente ka pranuar Selmani ka pranuar islamin. Edhe a jahudia i cili ka pasur në robëri ka kushzu kaç hurma, dikon përmendet 600 hurma me mjell, edhe me bon ato bereqet për me elshun nga robëria. I ka mjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 599 copë me dorën e vet. Një ka mjell Omeri. Në vend se me bo mas 3-4 vjetë, se di saksisht, mas save bëjnë, ato kanë bon qatë vit. Veç një ona s'ka bon. Thot që kjo, Omeri ka shku me të shpejt, i ka thonë, ja Resulallah, qëta unë e ku mjell. Pejgamberi ka thonë shkullën e kanë shkullë, e ka mjell dhe njerë për syti, bismillah, qatë vit kanë bo bereqet të 600-tat, edhe është liru Selmani me dobin e dijes që e ka marrë gjatë këti rrugtimi. Ngushtoni pa vllazni. Lusë Allah në gjelë që të na falë, na uzajt, na përmirësej në rrugën e drejtë, sot